Në fund të nëntorit 2024, rebelët islamist të Hayat Tahrir al-Sham hyrën në qytetin e Alepos në Siri, duke e detyruar ushtrinë të ripozicionojë në sfidën më të madhe ndaj presidentit Bashar al-Assad në vite. Alepo ishte mbajtur fort nga qeveria që nga fitoria në vitin 2016, një nga pikat kryesore të kthesës së luftës, ku forcat siriane të mbështetura nga Rusia rrethuan dhe shkatruan zonat lindore të mbajtura nga rebelët. Videot e publikuara më 27 nëntor 2024 nga grupi vullnetar sirian Helmetat e Bardha treguan tym që ngrihej në atë që Helmetat e Bardha e quajtën pasojat e sulmeve me granata në Alepo të Sirisë. Avionët luftarak rus dhe sirian goditën qytetin e Idlibit të mbajtur nga rebelët më 1 dhjetor 2024 në ditën e dytë të bombardimeve intensive në Sirinë Veriore, që synonin shtyrjen e rebelëve që përparonin. Videot e publikuara nga Helmetat e Bardha treguan ndërtesa dhe automjete të dëmtuara në qytetin e Idlibit, ku të plagosurit u dërguan me urgjencë në ambulanca. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi, gjatë vizitës në Damask më 1 dhjetor, tha se situata në Siri ishte e vështirë, por qeveria e presidentit Bashar al-Assad do të triumfonte. Deri më 5 dhjetor, rebelët pushtuan Hamën, një qytet strategjik qendror që nuk kishin arritur ta merrnin kur më parë. Ishte një fitore e madhe në përparimin e tyre një javor nëpër Sirinë Veriore. Po atë ditë, pamjet e medjave sociale nga Hama treguan statujën e babait të presidentit sirian Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, duke u rrëzuar. Turmat brohoritën, Zoti është i madh, ndërsa statuja u rrëzua. Ndërkohë në të gjithë vendin, forcat demokratike siriane morën kontrollin e qytetit të Deir el-Zor më 6 dhjetor, qyteti kryesor në Sirinë lindore dhe pika kryesore e kalimit kufitar me Irakun, duke u dhënë atyre kontroll efektiv të shkretëtirës së gjerë lindore të Sirisë në 2 lëvizje të shpejta. Pas ofensivës së forcave demokratike siriane, rreth 2000 ushtar sirian kaluan kufirin në Irak për të kërkuar strehim, tha për Reuters Turki al-Mahalavi, kryetari i bashkisë së qytetit kufitar Al-Qaim. Në perëndim më 6 dhjetor, forcat rebele siriane thanë se përparimi i tyre i shpejt kishte arritur në qytetin qendror të Homsit. 2 ditë më vonë, luftëtarët në qytet festuan lajmin e rënies së kryeqytetit Damaskut dhe ikjes së Asadit. Më 8 dhjetor, komanda e ushtrisë së Sirisë njoftoi oficerët se sundimi autoritar 24 vjeçar i presidentit Bashar al-Assad kishte mbaruar pas një ofensive të shpejtë rebele që e zuri botën në Befasi. Rebelët njoftuan çlirimin e Damaskut dhe rrëzimin e Asadit në një deklaratë të shkurtër në televizionin shtetëror. 9 individu shfaqen, njëri prej të cilëve dhe atë që ai e quajti deklaratën numër 1 nga dhoma e operacioneve Fatah Damaskus. Qyteti i Damaskut është çliruar, tirani Bashar al-Assad është rrëzuar, u tha në deklaratë. Rebelët fitimtar festuan në rrugët e Damaskut. Menjëherë pas përmbysjes së Asadit, pamjet e dëshmitarëve kapën njerëz të liruar nga burgu, duke vrapuar dhe festuar në rrugët e Damaskut. Turmat ishin të gëzuara në rrugët e Alepos, shumë valvitën flamurin e qeverisë së re siriane. Grupet opozitare zgjodhën një flamur për t'u dalluar nga qeveria e Asadit. Komandanti rebel Ahmed al-Shara, i njohur më mirë si Abu Muhammad al-Golani, ju drejtua turmave në Damask. Kjo fitore është një pikë kthese për rajonin. Sa rreziqe kemi shmangur. Asadi u adërzoi Sirinë ambicjeve iraniane. U shpreh ai. Shara, një njeri i kërkuar që për vite me radhë përdori pseudonimin e luftës Abu Muhammad al-Golani, vendosi të ndahej së pari nga grupi i sapo lindur i Shtetit Islamik dhe më pas në vitin 2016 nga organizata globale Al-Qaeda. Rebelët e Hayat Tahrir al-Sham dhe udhëheqësi i tyre u shpallën terrorist nga Shtetet e Bashkuara, Turqia dhe të tjerë, por Shara nxitoi të paraqiste një imazh më të moderuar gjatë fushatës së rrufeshme që rrëzoi Asadin. Automjetet ushtarake të djegura dhe mbeturinat të braktisura mbushën në rrugën që të çonte nga kufiri Liban Siri në Damask. Më 10 dhjetor, Asad tha se ishte larguar në Rusi.
Ndërsa rebelët konsoliduan kontrollin e tyre, trupat izraelite u zhvendosën në zonën e demilitarizuar brenda Sirisë, të krijuar pas luftës arabo-izraelite të vitit 1973, duke përfshirë anën siriane të malit strategjik Hermon, që mbikëqyr Damaskun, ku morën përsipër një post të braktisur ushtarak sirian. Sulmet ajrore të dyshuara izraelite goditën lagjen Mazeh të Damaskut më 8 dhjetor. Sulmi duket se kishte për qëllim parandalimin e rënies së armëve të fuqishme në duart e grupeve radikale. Ndërsa familjet kërkonin me dëshpërim qelitë e burgut të tmerrshëm Sednaja të Sirisë më 9 dhjetor për ndonjë shenjë të afërmve të mbajtur prej kohësh në paraburgim, pasi portat e tij u hapën nga rebelët, shpresa për të gjetur të dashurit e zhdukur filloi të zbehej. Më 10 dhjetor, kryeministri i ri i përkohshëm i Sirisë mbajti një takim në Damask me qeverinë e re të përkohshme. Sirianët u rreshtuan në kufirin turk më 11 dhjetor për t'u kthyer në shtëpi. Pamjet me dron nga latakja e Sirisë treguan dëmet e shkaktuara në anijet në port më 11 dhjetor, pasi Izraeli tha se kishte kryer sulme ndaj objekteve detare siriane. Ndërsa të krishterët sirian festuan krishtlindjen e tyre të parë nga rënja e Asadit, një incident shkaktoi zemërim dhe frikë nga dhuna sektare kur një pemë krishtlindjesh u dogj në Hama. Më 25 dhjetor, një video tregoi turma njerëzish që iknin ndërsa në Homs dëgjoshin të shtëna me armë. Në fund të dhjetorit shpërthyen protesta në Latakja për të dënuar djegjen e një faltoreje në Alepo. Në komentet e tij të para mbi zgjedhjet e mundshme në Siri, udhëheqësi de facto Ahmed al-Shara tha se organizimi i zgjedhjeve mund të zgjasë deri në 4 vjet. Hartimi i një kushtetute të re dhe i ndryshimeve kushtetuese kërkon një kohë të gjatë nga ekspertët, mund të duhen 2 ose 3 vjet, shkruan Reuters. Ministria e jashtme e Gjermanisë dhe Francës thanë se donin të krijonin një marrëdhënie të re me Sirinë dhe kërkuan një tranzicion paqësor, ndërsa u takuan me al-Shara në Damask më 3 janar në emër të Bashkimit Evropian. Më 7 janar, fluturimet ndërkombëtare rifilluan për herë të parë që nga rënja e regjimit të Asadit në dhjetor. Ministrat e jashtëm dhe diplomatët e lartë nga vendet perëndimore dhe të lindjes së mesme u takuan me ministrin e ri të jashtëm të Sirisë në kryeqytetin saudit Riyadh më 12 janar. Prokurori i gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan mbriti në Damask më 17 janar për të diskutuar me autoritetet siriane se si gjykata e krimeve të luftës mund të ndihmonte në përpjekjet e tyre për të ndjekur penalisht krimet që dyshohet se janë kryer në vend. Në verilindje të vendit, luftimet u intensifikuan midis ushtrisë kombëtare siriane të mbështetur nga Turqia dhe forcave demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit që kur mori pushtetin, al-Shara u takua me princin e kurorës saudite, Muhammed bin Salman në Riyadh. Al-Shara më pas vizitoi Turqinë, një tjetër fuqi kyçe rajonale. Më 3 shkurt një makinë bomb vrau të paktën 20 persona në qytetin verior Manbij. לא נאפשר לכוחות של ארגון ה-HTS או לצבא סוריה החדש. Më 23 shkurt Izraeli tha se nuk do toleronte praninë e rebelëve në Sirinë Jugore as ndonjë forcë tjetër të lidhur me sundimtarët e rinj të vendit dhe kërkoi që territori të çmilitarizohet. Më 6 mars, luftëtarët besnik të Asadit ndërmorën një sulm tekjefrurës ndaj forcave të qeverisë së përkohshme në Latakja, në bregdetin e Sirisë, në një nga aktet më të dhunshme që kur rebelët morën pushtetin. Më 8 mars, u shfaq një video e personave të armatosur që sulmonin një restorant në qytetin bregdetar Jable. Teksa u bran qindra vet, al-Shara bëri thirrje për paqe. Më 10 mars 2025, ai u shpreh për agjencinë e lajmeve Reuters. Shara tha se vrasjet masive të anëtarëve të sektit minoritar të Asadit ishin një kërcënim për misionin e tij për të bashkuar vendin dhe premtoi të ndërshkonte ata që ishin përgjegjës për fshirë aleatët e tij nëse do të ishte e nevojshme. سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه. Siria është, siç e kemi konfirmuar, një shtet ligjor, ligji do të ndjek rrugën e tij për të gjithë. Fillimisht luftuam regjimin dhe arritëm në Damask për të mbrojtur njerëzit e shtypur dhe nuk do të pranojmë që të derdhë gjak padrejtisht ose të kaloj pa ndëshkim ose llogaridhënie, kushdo që të jetë ai, edhe nëse ai është midis atyre që janë më afër nesh ose më larg nesh. Nuk ka ndryshim në këtë çështje.
Sulme të ngjashme u zhvilluan në një varg qytetesh dhe fshatrash më në veri përgjegjë Bregdetit sirian, ku është përqendruar komuniteti alavit. Pas disa ditësh dhunë, qetësia u kthye gradualisht në Latakia, ndërsa njerëzit prisin në radhë të gjata para furrave të bukës dhe forcat e sigurisë u panë në rrugë së bashku me automjetet e parkuara, të cilat ishin dëmtuar gjatë përleshjeve të dhunshme. Më 10 mars, forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurtët dhe të mbështetura nga SBA-ja, të cilat kontrollojnë pjesën më të madhe të verilindjes së pasur me naftë të Sirisë, nënshkruan një marrëveshje duke rënë dakord të integrohen në institucionet e reja shtetërore të Sirisë. Marrëveshja e 10 marsit solli festime në qytetin verilindor me shumicë kurde të Kamishlit. Një video tjetër tregoi trupa të vdekur të shtrirë në rrugë pranë qytetit bregdetar të Sirisë Jable, rreth 25 kilometra në jug të Latakias. Një komision për gjetjen e fakteve filloi hetimin e vrasjeve sektare gjatë përleshjeve midis ushtrisë dhe besnikëve të Asadit. Një zëdhënës paralajmëroi se askush nuk ishte mbi ligjin. Askush nuk është mbi ligjin. Komiteti do t'ia paraqesë të gjitha gjetjet e tij presidencës, autoritetit lëshues dhe gjyqësorit, u shpreh ai. Në qytetin bregdetar të Banias, një fortesë alevite, tregoi trupa të vdekur në rrugët e qytetit dhe burrat armatosur. Autobus që transportonin një delegacion udhëheqësi shfetar drush nga Siria mbërritën në Izrael të premten më 14 mars 2025 për një vizitë të parë në 5 dekada, pavarësisht përshkallëzimit të tensioneve ndërkufitare. Rreth 100 drush sirian kaluan në lartësitë e Golanit të pushtuara nga Izraeli me autobus dhe u nisën për të takuar me udhëheqësit dhe komunitetin izraelit drush. Drushët, një pakicë arabe që praktikojnë një fe që rrjedh fillimisht nga Islami, jetojnë në Liban, Siri, Izrael dhe lartësitë e Golanit të pushtuara nga Izraeli, duke zënë një pozicion të veçantë në mozaikun e besimeve dhe kulturave të rajonit. Kjo ishte vizita e tillë e parë në Izrael në rreth 50 vjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha më 13 maj se do të urdhëronte heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë me urdhër të princit të kurorës së Arabisë Saudite, në një nxitje të madhe për presidentin e përkohshëm sirian Ahmed al-Shara, ndërsa ai kërkon të stabilizojë një vend të shkatruar nga lufta. Trump bëri njoftimin e papritur gjatë një turneu rajonal që filloi në Arabinë Saudite, duke sjellë festime të shumta të sirianëve në Damask. Të nesërmen Trump u takua me al-Shara, një ish komandant i Al-Qaedës i cili kaloi 5 vjet në një burg amerikan në Irak. Do të urdhërojë ndërprerjen e sanksioneve kundër Sirisë në mënyrë që t'ju jap atyre një shans, u shpreh Trump. وإنني اليوم لا أحتفل برفع العقوبات عن سوريا فحسب. Presidenti sirian Ahmed al-Shara e quajti heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë të njoftuar nga presidenti i SBA-s Donald Trump, një vendim historik dhe të guximshëm. Ai gjithashtu u bëri thirrje investitorëve nga e gjithë bota të përfitojnë nga ato që ai i përshkroi si mundësi në sektor të ndryshëm në Siri. أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس